e sot me, Zoti dëshiron përsërim një anë jetëton një kuptim të mirë, plot me dritë, për mbi marrëdhënien tonë me ta, edhe qëndrimin tonë në pranimin e Zotit, që jam me shumë rëndësi për gabim, që na mos na vazhdojmë me jeton gabim, sepse po vazhdojmë me jeton gabim, vazhdimisht tona, jo se nuk e kanë riparohen, por nuk mundna me u ndërtu si duhet. Edhe Zoti ka dëshirë të madhe, si me thanë, vazhdimisht e shpalos urtinë e tij që ne me mujmë na plan të urtën të vërtetë. Edhe nuk guxohet as në të dirë, kush vjen këto, nuk guxohet me dalë pa marrë urtinë prej Zotit. Fjala kthehuni vazhdimisht është, si thotë shqiptari, i përbejnë Zotin shndrojnë mendën tuaj, që në agja e madhe me shndrua mendën tonë. Agja e madhe, thëmë shpesh se ne na duhet me ndryshua menimin, sepse pak ne bëna ka çka në të vërtet menojmë. Edhe çdo e keshe fillon prej këtu, ju e dini, prej mendjes fillon. Sepse burimet e mendjes janë vesht edhe syt. Burimet e mendjes janë vesht edhe syt. Kaj. Atëherë na kemi nevojë në gjithë shka me pa lavdinë e Zotit, në gjithë shka me pa lavdinë e Zotit. Nuk jemi thirrur na me pa. Më kuptoni drejt, jemi thirrur me shkërtu atë mirën e të keqe të muash. Por në gjithë shka jemi thirrur me pa lavdinë e Zotit. Edhe me mësua, pra me pa lavdinë e Zotit jemi thirrur me nije për me mësua që ne me u formua mirën mendje, sepse çdo e keqe fillon prej mendjes. Për këtë djalli, si me thanë, likështin njerëzore e gjenë menim, edhe aty vjen tanë teolog, tanë filozof, nuk flasin vetëm për, si me thanë, tunimet, si me ata të shëmtume, flasin edhe për gjëra shumë të larta dhe të mëdha. I keshi ti mirë me mendjen e njerit, filozof, për shembull, tanë marksista, tanë komunista, të gjithë këta kanë marrë menimet e disa filozofëve, edhe i kanë futur në praktik, tanë Hitleri, tanë fascizmi të ne. Ka ardhur në praktik gjëra që i kanë marrë prej tyre. Për këtë e keqja fillon prej mendjes. E na mësojnë. Edhe i keqja në tunelin mendje, e ke pa kur e vjen vetëm i tunelin mendje. Si me thënë gjëra tjera i prodhojnë ne, sepse dhe na kemi dëshirën, se kemi devijuar, por këtu fillon puna. E prej një mendimi të ullet, si me thanë, jo të shëndosh, jo të mirë, ne edhe filloj me orientu jetën tonë, edhe marrëdhënien me Zotin, edhe me njerëzit. Për këtë kemi nevojë me ndryshua mendjen tonë. Edhe Jezusi dënë me na mësua sot edhe se si me ardhën kish. Se si me ardhën kish, si me ardhën me ofru këtë flile. Për këtë kena nevojë me mësu gjanët, sepse ne vim prej tanë javë, vim sot dilën në kish. Pse prej tanë javë të kemë ma, mire kemë ma dhe keshe. Ja, më vetë s'kam ma kune të keshe. Mos t'in kush. I kam ka thani keri burit. Unë nuk e pas kam ditë se këna dhe ishe një zërna. Në familje, jo këto, në Shqipëri ishim në Shqipëri. Nuk e pas kam ditë, ashtë e këna ishe një zërë. Ti da ka me ta ka edhe të rëpore, edhe të bon kishë. Po si ja, ku me i marë të njesë, ja është të kohë shumë. Por, me dek njërin Mari, ja Mari e vërtet. I pa njoftu me vetën, i pa njoftu me Zotin. Edhe Zotit edhe në mësua mirë qëndrimin, do
Për këtë me rëndësi, sepse ajo që ka vinë në bakto, na vinë më ofru flinë. Lutuni o vlezër e motra, që flia jame dhe juja, të dalë të qyshme para hyjë si flia Abelit. Ka në ofru fli ka inni Abelit, bashkë me këtë fli në mësona me u fliua, edhe flia mësona me u sakrifikua, me bon sakrificë. Pra bashkë me këtë fli vetë, kur e ofroj këtë fli, gjana më parë që vjen në zemër, o Zot ta ofroj për vetën e për të mitë. Po ta ofroj edhe vetë vetën e të mitë. Kur thom ta ofroj për vetën e për të mitë, jeni ju, mos kam tjerë, ju jeni rokë të mi. Por në vërtet edhe ti, du të me thonë Zotit, jo po ta ofroj për atane, po ta ofroj për ta, po do ta specifikosh e në zemër njetin. Por do ta ofrosh për vetën edhe për tut, dhe tut janë këta. Djerësit e tu janë këta një të janë familja jote e madhe. Nuk bajlojna kur ja thon njerëzve shpesh. Me rokë të mi më ka ofru zhaku i Krishtit, jo zhaku jam, që më ka rriu për të pare të mi. Sepse kur kam kanë të rritë, s'ka pas ditë në Zotin gati që që më gatu më hapën tanë. Kurse tash një e nësë rëndon me ta. Pse ka një Krishtin mes, e flasin për mes menës Krishtit, se për ndryshe, a kotë ma. Kur e shojmë se nuk mërë në është, presim legjit në është njës Krishtit. Për këtë në familje e më ka dresa, se nuk ka një Krishtit, nuk ka një menja Krishtit, gjaku i Krishtit, zemra e Krishtit. Baba me i folë fëmijës prej Krishtit, me udhile Krishtit. E fëmija më mësua që prej asaj këti që i ofrën baba ka më mësua me ofrua lajë, se nuk i flet prej vetë vetës, por i flet prej Krishtit, e nuk është gjallë marrë e me thënë, jam të marrë prej e këtuar që jam të të thënë, sepse kja jeta jame dhe jotja, e ardhëmja jame edhe e ardhëmja jote. E sot Zotit dhe me në ofru se, dhe me në mësu se si mi ofru flinë. Edhe me në shumë këtë të sepse edhe kush jemi na, edhe na shqiptarë. Zoti nga ka falë shqiptarë, edhe mirë kush jemi na, i din tanët mira që i kena, tanë na i din Zotit mira që i kena. Edhe nuk na hek nja, edhe e ka bekut mirën që ne kalam, edhe na i njojë. Edhe na mirë njërë Zotit, që i kena të mira, por i një edhe marina që i kena. Jo se me i kalam naj, por i kena fituar rukës, ja ke marrë bërqë, të kesit, ja ke marrë pak fare. Edhe din kush janë farizajt, edhe din kush janë popullitina, Krishti din kush janë popullitina, edhe ato i folë popullitina, i thotë se digemi. Jezus i të regoj këtë shëmbull të për disa që e mbarin vetën drejt, e i përbusnin tjertë, të me thonë tjertë, mos vetë. Edhe thotë se dy njerës thotë, unë gjitën në tempo, pra shkun kishë dy njerës, për të lutë. Njani të dy kështin, po njani farizej, tjetëri ka një mlesë. Farizeu shirin kamë, lutë i vetë vete, kështu, vetë vete, pasën, vetë vete, thonë të, po Zoti që i di menimet e njerësve, të falenderoj o hujë, ka si dhe Zotin të keshë. Që nuk jam për si njës të tjerë, dhe që nuk më kelane një vëj gjendje, faleminderit së tjerë, që nuk më kelane një gjendje. Cuba, të pa drejtë, kërë është kemës, si me i pa mësu ti me bashkë, po më në këtë shua, ose si këtë të rëmdes që e këtë afer vetit. Atër do me i kazu Zotit gjënat e mira që i banë, a gjërë të herë një avë, nuk ka pak. Jam 10 e kretë fitesh, 10, pra, fitonisin, 19 iman për vete e 10 e në Zotit. Nuk ka pak kjo, shumë. Kurse ta gramlelsi, ai që mlilte taksat, e shfrytëzon të njerës, e nuk i të pikë në shi
nuk I bahej asët me I gret drejtësirë. Por e rritë e krajorin e vetë e thoshte, o, hyj ki mshirë për mua më Katari. Prej kësaj e këna marrë nga kur filloj meshën, për fajnë tanë, për matë malin fajnë tanë. E zakonisht nuk di mirë që e të dhanë. Sepse këtu ka thonë për fajnë tanë, por sa nga të kishë ka fajët, nuk ka pikë kuptimi. Por nuk do menale tjenë. Ki mshirë për mua më Katarin, që e përdojmë vërët mesh, kja lutja thamshme e murshve e në shkreti. Murshve të shkretis e lusin në Jeruzalem me 100 kokra, fillën me ati ymë, edhe lutë 100 herna, Jezus biri Davidit, ose Jezus biri ju I gjallë ki mshirë për mua më Katarin e shkret. 100 kokra pajna lutët kja. A lutja murshve e ka marë prej këto. Kjo është qëndrimi bujar. Kjo është qëndrimi bujar I drejt kur vime në kishë. Mos më të ma me I qurë së vetënë. Pse? Sepse kjo farizeu nuk e një Zotin edhe e ka krijuar fejnë në menën e vetë sipas mundësisë që ka pas ai për me krijuar. Vetë fejnë e dina, jo fejnë e Krishtit, jo fejnë e Zotit, por ka kriju I fejnë vetë. Edhe nuk e ka zhvillu këtë fejnë, e ka majtë një atë nivel edhe një atë kapacitet. Por feja edhe ka krahasua vetin me njerëzit, e ka krahasu vetin me njerëzit. Po shkute me dhe pak, sa e na I gjëgjojnë këto ma pak, më thanë të vërtetën, por në Shqipëri, por të dollë, por në Shqipëri kam ndije shpesh këtë, po s'kam si shkoj në kishë kur shkoj në finali. Ose shkoj në laje në kishë, se me shkoj rrëtë, s'mu të shkoj kur shkoj me ajo. Por edhe me shkoj në Sjellë. Në Sjellë, ka me kënë atje njerëzit, që bëllë atje nuk I ke drashtë, ose nuk I kam drashtë, as du me I pafe. Atje janë të shku ata, a dhe me shkuti. Ose nuk shkoj në kishë, se shkoj në finali në kishë. Nuk ka feja, realisht e nuk ka feja. Nuk është feja me krahasu vetin me njerëzit, a feja rikshë, a feja shumë dërët. Sepse, ne krahasojmë vetin me Zotin, për këtë nuk I bahet ta rëndazit me gjusët nalt e me pasire, sepse I ka larë moment, e ka thënë se vetë jam I krijuar për gjasimin me Zotin, jam I thirrur me kanë si Zoti, edhe vetë s'jam kurkun, e në menë se me ushtrua tanë të mirën për me ullruar, me talë prej egoizmit në sakrificë, dhe sakrifikoj jetën e tirëve me plëtsu egoizmin tanë. Dhe dy mënyra është jeta e krishtanit. O sakrifikon tanë bashkësinë e krishtanit, të ja fillu prej familjave me plëtsu egoizmin e tina, ose sakrifikon egoizmin e tina për me plëtsu nevojën e jetës e krishtanit. Kja feja, jepi hyrit, thot, si shtë ka dhurua I ty, qka të ka dhurua, një kete pari, fort I dashun, sa për mua gjaku jam tashma, po derët, ka kuptushën pari, se Krishti ka dhe gjaku për ta, dhe mënyra maja për me adhurua Krishtin, e me I shërbyrë Zotit, e me I dash ata, ashtë me ofru gjaku e vetë për bashkësim, me ofru jetën e ti për bashkësim. Vrapimin e greva, luftën e Mirevana, fejnë e rujta. Qënë fejnë? Fejnë që ma ka mësua Krishti, balë. Pse po më salvan, Saul, pse po më salvan? Kush je ti o Zot? Jam Krishti, pse? Kush e pret, kush e shtyp Krishtenin, ta shtypa të afërmin e vetë, e shtyp Krishtin, do me thanë që, ja shtu si e shoh të afërmin, ja shtu shoh Krishtin. E nëse e shoh të afërmin me nevoj, o Zot ki mshirë për mua e për të afërmin ta. Jo faleminderit që sa herë faleminderit Zotit që si jam si ata.
ose si e tjetri, ose si ajo. E thot shpesh këtë natë. Nuk I thot, faleminderit Zot që më ke rujt. Ruaj edhe ata ndihmoj, se ka nevojë për ty. Vetëm jetë që ti din me rujt e me një mua. E nëse është e mujtur o Zot, mban mua vetëm me ndihmua të njëri. Në gjenjen që jashtë, në ku ka ra, ose jetën që I ban. E mi jep mundësin që t'ja shpalli në gjithë, ma jep mundin me shpalli në gjithë, një mësuat për te, ati që nuk e njerë. Edhe puna me dalë prej të shfajsu, ma di që dhe me thanë me dalë shfajsu. Prej tanë punit që ke banë gjatë javë, me mos mi harroni këto gjana që janë me rëndësit madhe për juve. Prej tanë punit që ke banë gjatë javë, I lo ke shpenzuar mund, ke shpenzuar orë, ke shpenzuar ki vetë, edhe ke punua. Për mes tana orëve të punë që I ke banë, I që I ke banë gjatë javë, mjaftën me pabanit keqe për me rënua tanë punit që ke banë gjatë javë, mjaftën me pabanit në katë. Mjaftën me pabani hilën punë, mjaftën me pabani rënë, se tanë ka hilë keqi aty dhe ka me qatë në disë tanë jatë mirë që I ke fitua, dhe ja ke banë unë për tanë. Kur vjen kishën shumë t'jashtë, dhe I të firua javën tjetër, dhe afrën flimë në tjetë, ti afrën tanën katin tanë, dhe kim shirë për mua Zotën Katarin. Kim shirë të me thanë që mos e mërë parasysh të keqen që I kam ba, po të mirën që I kam ba, futet keqen në pushtetin e gjakut tënd dhe ma jep hirin për të mirën që kam ba, që e mira që kam ba, të shumoj 7 pesh. Original kështu ashtë. Ashtë edhe ma thellë, por në nuk dinë që pivu ma thellë, lidhje me këtë gjakë. Por I kjo ashtë, tant keqen që I kam ba në këtë javë, fos në pushtetin e gjakut tënd, që të shfusizohet e keqësia sajna, e mos të kenë fushini I keqi me marë pushtet, në të keqen që I kam ba unë, për me më shpërdyrë me të keqen që I kam ba. Po të më shpërblej e mira që I kam ba o Zot. E mira që I kam ba shpërblej 7 pesh. E numri 7 do me thanë jodën 7 herë, ma mirë se ata që I kam ba. Po 7-10 herë 7, 700.000 herë 7. Zoti din sa shpërblej në ja. Po na mjerisht e fatë kësisht presim me marë tanë shpërblemin e në dokë. I thashe me njeri u tafën me temë, ka huj shumë, ke me marë në zio, po që am duhet thotë në zio, po duhet në dokë. I thashe me jo në dokë, prite me marë në zio, se në dokë nuk duhet gjamë. Po s'duhet gjamë në dokë ke I bëllë, ke I shpi, ke I mjetë, ke I firmu, ke I shmirë në vetë, ke I bëllë, mos e zejtë në nëshku, se shkoj të ka. Në dokë ke mjaftë, në zio ke nevoj me t'i rujtë Zotit mira. Shën Francesku I Asisi, I thotë Zotit, o Zot, mi ruj tana në ngushlimet që dhe me milanë në tokë, mi ruj në sjellë, kur I vite në ngushlim I gzim, se bali shkreti muna të me sakrificinale me mortifikujtë në vetë nazherine, jashtë vite, u veshte kes ashpër, rahte vetën, tana I vate, por prave vite fi ngushlimit. Atë vëllë më të o Zot, mos ma I lejo këtë ngushlim dhe ardhe mua. E në tanë knasime, tanë ngushlimin e tanë të mirë në me mujtë me vesh, jeto. A, ka shkarë, thjeshta mos dhije, kja mos dhije. E Zotin a tretë në mësua me ti. Kështë që duhem dhe lejre në me fillua dhe mësua mirë në fejnë që nga ka në Zotin. Ta shte e kam shkëzuar këtë 2 tjera 3 me folë shqip, sepse javë tjetër do të flasim të mirë anglisht, në meshën e parë, në meshën e dytë do të bëjmë shqip. Bela pak shqip do të thona, por 2-3%. Gjithë shka do të thona në anglisht për fëmijët, sepse kemë nevojë që me mësua fëmijët. E ju dini se ardhmja e fëmijëve është në dorë të Zotit në të vërtetë, në
shkoni në mes ditën e tij. E hajde në mes ditën e tij. Kohëna që janë të ardhur, ju shihni jo vetëm ato që janë të ardhur, ato që kanë ardhur, dhe i kanë zënë fëmijët tuaj të papërgatitur. E u kanë zënë edhe ju të papërgatitur. Ju shihni sa ata kanë bërë. Kanë banami, kanë bërë një rënim të bashkës, në ju e në në tanë. Kohëna që janë të ardhur, nuk kanë me kanë të leta. Nda që me përgatit zemrën e mendjen e jetën e fëmijëve, ju duhet me përgatit me të vërtetë. E vetë njënë për me përgatit të ardhmën e tyre që me mujtë me kemë salibat të kortë, për balë vështërsive që janë të ardhur. Përveç. Jo mi ushtin frikën, për në duhet me i pa gjanat jashtë, si duhet me i pa. Thot Jezusi,